gjithë ata që shkonin tek Jezusi, merrnin shërimin, merrnin çlirimin, merrnin bekimin, por shumë në ata nuk besonin në të. E shikonin si njëri thotë ky, por nuk e njohim ne këtë. Ky është i biri Jozefit, ky është i biri Marijes. Nuk i kemi vëllezrit e motrat e këtij në mesin ton? Çfarë do na thonë ky tani? Dhe e kundërshtuan, dhe i thritën emra, dhe e përndoqën, edhe si përfundim e kryqëzuan. Amen. Ishte shkruar, por është shkruar për të gjithë ata që bëjnë veprën e tij. Sepse tha, nëse ma bën mua, do ja bën edhe juve. Sepse bota nuk urren personin që është i dërguar, por e ka me Perëndin që e ka dërguar. Sepse bota është errësirë. Me fjalë, errësira nuk lufton njeriu, por lufton dritën që ndodhet në atë. Lufton vajosjen që ndodhet në atë. Lufton premtimin që ndodhet në atë. Po shumë njerëz sot sa shikojnë një diçka, ky kështu, ky ashtu. Po sigurisht që do ta luftojnë. Sigurisht që do t'i thrasin emra. Sepse po të ishte një lloj si të tjerët, atë shkuptim do kishte. Jezusi vetë, nëse do ishte një lloj si ata prej e saj kohe, ose si farisejt, shkuptim do kishte. Do thoshte kështu ata, na ushtu edhe një, hajde se jemi net. Për shkak sepse Jezusi nuk kishte frymën e tyre, po kishte frymën e Perëndis, se ishte vetë Perëndia, ata e kundërshtuan. Edhe gjenin mënyra se si ta shkatëronin. Këtë shkatëronin, shërbesën që ai solli, premtimin që ai solli, të vërtetën që ai solli. Atë mundoheshin të shkatëronin. Edhe sot për shkak. Kur ti shikon që dikush përndiqet, dikujt i thrasin emra, mos shpejto të nxjerrësh konkluzionin tënd. Mos u shpejto, sepse mund të gabosh edhe mund të bësh ti pjesë e tyre. Po si fëmijë Perëndis duhet të shkosh te fjala, ose nëse personi është diku afër, shko te personi, siç e bëri Nikodemi natën. Nikodemi shkoi natën, por e mira ishte që ai nuk ndajti me opinionin e të tjerëve, me opinionin e mësuesve të tjerë. Por ai erdhi vet, ai shkoi vet natën tek Jezusi për ta pyetur. Dhe ai mori përgjigje. Thoj mori përgjigje. Mori përgjigje.